Procesi gjyqësor i dosjes së bujshme Plumbi Art, që prej muajsh është në fokus të GJK-s, nuk ka mundur të vijojë normalisht. Edhe këtë të martë, seanca gjyqësore dështoi pasi një pjesë e mbrojtës Feliqor nuk u paraqitën në sallë, duke detyruar trupin gjykues të shtyjë sërish procesin. Në këtë seancë pritet të zhvilloheshin kundërshtimet e avokatëve mbi dëshminë e dy bashkëpunëtorëve të drejtësisë, Eriona Libej dhe Skerdi Tase, të cilët disa muaj më parë dhanë rrëfime të detajuara përpara tokave të zeza, por mungesa e avokatëve pengoi vijimin e procesit. Situata mori një kthes të tensionuar pak para shpalljes së mbylljes së në seancë. Një nga të pandehurit, Petri Qoli, reagoi me tone të ashpra në drejtim të gjykatës dhe përfaqësuesve të akt akuzës, duke shprehur revoltën për kalendarin e seancave dhe kozgjatjen e procesit. Ai deklaroi se ndaj tij po bëhet gjenocid individual, duke akuzuar prokurorin për padrejtësi. Jam duke vdekur nga turpi, moj motor e nderuar, nuk mundem se na plasët. O prokuror, po më vrisni për së gjallë, kam familje jashtë, kam bizneset, po më shkatroni, kam 2 vite në burg për shkak të Dumanit. Më falni për tonin, por po na vdisni. O prokuror, mos i jepni karkarisë sakti, se ky maksimum e makarona ha. Deklaratat e tij përmbanin dhe nota ironie ndaj bashkëpunëtorit të drejtësisë Nurettin Dumani, i cili vetëm disa ditë më parë përfundoi në spital pasi psoi një krizë epileptike pas konsumimit të karkalecave. Në fund gjykata caktoi datën 18 shtator ora 10 për seancën e radhës ku pritet që avokatët të paraqesin kundërshtimet mbi deklarimet e Alibej dhe Tasës. Deri atëherë dosja Plumbi Art vijon të mbetet e bllokuar mes tensioneve të pandehurve dhe akuzave të forta ndaj drejtësisë.